CNATV ka marrë të drejtat ekskluzive nga profesori dhe studiuesi i mirënjohur i historisë dhe gjeopolitikës Stephen Kotkin për të transmetuar leksionet e tij akademike. Kjo përbën një ndër rastet e para në Shqipëri, ku një media transmeton një ligjëratë universitare të këtij niveli. CNA do të publikojë në vijim referatin me temën Paradoksi regjimeve autoritare, një ligjëratë e mbajtur nga Kotkin në 18 shtator 2012 në Dartmouth College. Aktiviteti u zhvillua në auditorin e universitetit dhe mblodhi student, akademik dhe të interesuar për çështjet ndërkombëtare. Në këtë prezantim, Kotkin shpjegon paradokset themelore të regjimeve autoritare, sisteme politike që duken të forta në pamje të parë, por që në thelb janë të mbushura me dobësi strukturore dhe kundërthënie të brendshme. CNA do të nisë publikimin të hënën në orën 20:30 me pjesën e parë të leksionit, ku trajtohen paradoksi i diktaturës, fuqi absolute, brishtësi e përhershme, dhuna dhe parat, dy shtyllat themelore të kontrollit autoritar. Në vijim do të publikohen edhe pjesët e tjera të cilat përfshin kontrollin e masave dhe propagandën, paradoksin e suksesit në regjimet autoritare, problemin e pasardhësit, sfidat pas diktaturës, si dhe sesionin e pyetjeve dhe përgjigjeve. Stephen Kotkin është aktualisht profesor në Freeman's Poly Institute të Universitetit Stanford dhe në Hoover Institution. Ai është i lidhur me disa qendra kërkimore, mes tyre The Europe Center, me doktoratur nga US Berkeley dhe mbi 3 dekada kërkim në Hoover Archives. Kotkin është një nga analistët më të spikatur të autoritarizmit dhe gjeopolitikës bashkëkohore. Ai ka kontribuar gjithashtu si recensues dhe eseist në platforma prestigjioze si New York Times, Foreign Affairs, Times Literature Supplement dhe Wall Street Journal.